Sekondat e fundit. Çfarë ndodh kur bota mbyllet dhe perdja ngrihet? Ka një moment që çdo njeri do ta përjetojë, pa përjashtim, pa negociat, pa shtyrje. Momenti kur bota e njohur fillon të mbyllet, kur fytyrat e njohura bëhen të mjegullta, kur zërat e dashur fillojnë të largohen dhe diçka tjetër fillon të shfaqet. Sekonda e fundit, kur mjekësia ndalon dhe fillon diçka tjetër. Mjekësia moderne e di, në momentet e fundit të jetës, ndodhin gjëra që nuk shpjegohen plotësisht. Pacientët flasin me njerëz që nuk shihen. Syt shikojnë drejt diçkaje lart. Buzët lëvizin pa zë. Fytyra ndryshon shprehje, ndonjëherë frikë, ndonjëherë paqe e papritur. Shkenca i quan fenomenet të fundit të jetës. Islami i ka një emër tjetër. Perdja po ngrihet. Allahu i Madhërisëm ka përshkruar ato sekonda me fjalë që nuk harrohen. Jo dhe jo. Po kur të arri shpirti në grop të fytit, të gjoksit, dhe thuhet nga familja e të afërmit, kush do ta shërojë, dhe ai bindet se ai po ndahet, e ti puqet kofsha për kofshe. Ti vështirësohet gjendja. Atë ditë vetëm te Zoti yt shkohet. Surja Kiame 26:30. Kur të arri shpirti në fyt, çasti kur shpirti ka lënë tashmë trupin dhe ka arritur tek fyti. Mjekët e njohin shprehjen e fytit. Ai çasti fundit kur i vdekurit duket sikur gëlltit. Ky është shpirti dhe këmba me këmbën tjetër ngjitet. Komentuesit islam shpjegojnë: këmbët e çara si shenjë fundit fizik, ose sipas komentit tjetër, sprova e vdekjes me sprovën e varrimit bashkohen. Ibn Kathir shkruan: ky ajet përshkruan momentin kur çdo gjë mbaron, trupi, bota, lidhjet, dhe vetëm udhëtimi i madh mbetet. Dhe Allahu thot: përse, pra, kur arrin shpirti në fyt, e ju në atë moment shikoni se ç'po i ngjet, e ne jemi më afër tek ai se ju, por ju nuk shihni. Surja El-Vakia 83-85. Ne jemi më afër ti se ju. Allahu është pranë atij që po vdes, më afër se familja që qëndron krah, por familja nuk sheh, nuk dëgjon, nuk ndjen. Vetëm ai që po vdes ndjen. Profeti alayhis salam na la përshkrimet e qarta të atyre sekondave. Hadithi i madh, 2 lloje largimesh. Ebu Hurajra transmeton nga profeti alayhis salam: kur besimtari është duke vdekur, melekët e mëshirës vijnë me fytyrë të ndritur si dielli, sjellin qefin dhe parfum nga xheneti dhe ulen aq larg sa syri mund të shoh. Pastaj vjen meleku i vdekjes dhe ulet pranë kokës dhe thot: o shpirti i mirë, dil drejt faljes dhe kënaqësisë së Allahut, dhe shpirti del lehtë si pika e ujit nga goja e shishes. Pastaj e marrin dhe mbështjedhin në atë qefin me atë aromë dhe ngjitet lart. Dil lehtë si pika e ujit, pa dhimbje, pa luftë. Shpirti besimtarit, kur dëgjon fjalët e melekut, dëshiron të dalë. Por pastaj profeti alayhis salam tregoi të kundërtën. Kur mohuesi është duke vdekur, melekët e dënimit vijnë me fytyra të zymta dhe meleku i vdekjes thot: o shpirti keq, dil drejt zemrimit të Allahut. Dhe shpirti shpërndahet në trup dhe të rriqet me forcë, si grep i hekurt që të rriqet nga leshi i lagur. Si grep nga leshi i lagur. Çdo fije e ndardhimshëm, shpirti nuk dëshiron të dalë. Trupi nuk dëshiron ta lëshojë, por meleku nuk pret. Dhe në ato sekonda, njeriu fillon të shohë gjëra. Profeti alayhis salam tha: kur robi është duke vdekur, i tregohet vendi i tij. Nëse është nga banorët e xhenetit, i tregohet xheneti. Nëse është nga banorët e zjarrit, i tregohet zjarri. Dhe sahabët transmetojnë se kur profeti alayhis salam ishte duke vdekur, ngriu syt drejt sipër dhe tha fjalët e fundit: o Allah, shoqërinë e lartë. Zgjidhja mes kësaj bote dhe tjetrës, dhe profeti alayhis salam zgjodhi tjetrën. Çfarë shohin të pranishmit? Profeti alayhis salam tregoi se të pranishmit shohin shenjat fizike. Shikimi ndjek shpirtin kur del. Prandaj profeti alayhis salam mbylli syt e Ebu Selemes sapo shpirti u largua dhe tha: kur shpirti merret, shikimi e ndjek. Prandaj mbyllni syt e të vdekurit. Imam Gazali shkruan: agonia e vdekjes është e ndryshme për secilin, por çdo njeri në ato sekonda të fundit sheh të vërtetën e gjithçkaje. Sheh se çfarë ka sjell, sheh se ku po shkon, dhe atëherë nuk ka more kthim. Por Islami nuk lë vetëm me frikë. Profeti alayhis salam tha: Allahu thot:
Unë jam ashtu si mendon robi im për mua, prandaj mendoni mirë për mua. Dhe tha, asnjëri prej jush të mos vdes, vetëse duke menduar mirë për Allahun dhe për besimtarin. Ato sekondat fundit janë shpagimi gjithçkaje. Vërtet ata që thanë, Zoti ynë është Allahu, pastaj qëndruan të drejtë, melekët u zbresin. Mos keni frikë dhe mos u pikëlloni, dhe gëzohuni me xhenetin që ju ishte premtuar. Surja Fusilet 30. Mos keni frikë. Melekët, fjalën e parë që thonë, është ngushëllim, sepse dinë se njeriu ka frikë dhe vinë me paqe. Ato sekonda do të vinë, por si do t'jenë, varet nga ne. Profeti alayhis salam tha, shumëzoni kujtimin e shkatërruesit të kënaqësive, vdekjen, jo për t'u trishtuar, por për t'u përgatitur. Allahu thot, o ju shpirtrat e qetë, kthehuni tek Zoti juaj, të kënaqur dhe të kënaqurit. Hyni mes robërve të mi dhe hyni në xhenetin tim. Surja El-Fajr 27:30. Shpirti i qetë, kjo është shpresa, jo shpirti friksuar, jo shpirti penduar vonë, shpirti i qetë, ai që ka jetuar me Allahun dhe vdes me Allahun. Sot, para se të flesh, kujto ato sekonda dhe lutu, o Allah, bëj sekondat e mia të fundit sekondat e mira, bëje fjalën time të fundit, la ilaha illallah, dhe bëje shpirtin tim, shpirtin e qetë. O ju shpirtrat e qetë, kthehuni tek Zoti juaj, të kënaqur dhe të kënaqurit. Surja El-Fajr 27:28.